flasin shqip. Në largë si ku rrugës kam barim, ku fjallë të mbasin në tjetër tingullerim. Në zemër ruaj një dritë plot ngroci, ajo më flet but në gjuhën shqip. Si zolë që kthehem prap në fole, edhe unë e gjej rrugën tek ne. Këndoj me zemër me molle gzim, këngën time të bukur shqip. Zemra flosin shqip, la la la, këndojmë bashkë plot gëzim, la la la, dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshirë. Flasim shqip, sa bukur tingëllon, ndjejmë shqip, zemra na bashkon me buzëqeshje, me dritë në sy, krenar jemi unë dhe ti. Edhe kur jemi larg nga shtëpia, na merr malli për zërin e dashurisë. Një fjale na sjell kujtim, dhe zemra re përsërishim. Le të luajmë, le të këndojmë, traditat tona i kujtojmë, si një përallë skambarin, që jeton në çdo zemër shqip. Zemra flosin shqip, la la la, dojmë bashkë plot gëzim, la la la, dorë për dorë në një tingull të lirë, gjuha jona bashkon me dëshirë. Flasim shqip, sa bukur tingëllon, dojmë me shqip, zemra na bashkon me buzëqeshje, me dritë në sy, krenar jemi unë dhe ti. Është një këngë që s'ka kufi, që linë në zemër e rritët të ti. Është një dritë që s'fiket kur, gjuha jon si një flutur. Zemra flosin shqip, la la la, këndoj fort me dashuri, la la la, në çdo vend, në çdo kujtim, do të jetoj për jetë shqip. Flasim shqip, në zemër plot, ndjejmë shqip, na pëton me këmbë e loj, me gëzim, zemrat tona flasin shqip. Hajde, hajde,
Përshëndetje të dashur miq të vegjël dhe jo vetëm, por edhe ju të rinj apo të rritur, gjyshër, edukator, mësues, kushdo që jeni pranë këtij ekrani të vogël, përshëndetje dhe mirë se u gjetëm në shtëpitë dhe në zemrat tuaja që keni hapur për mua Teta Mozën dhe për Xhaxhisandrin. Tashmë jemi njohur apo jo? Apo Xhaxhisandri, sikur jemi njohur dhe me Aha. personazhet e kafshëve, ë? Apo të shpendëve, të dyshëm. Ne jemi njohur me të gjithë, por ashtu si që filluam edhe emisionin e parë me fjalën e bukur shqipe për shëndetje, ne i përshëndesim të gjithë voglushët kudo që janë. Voglushët që na dëgjojnë, na shikojnë nga të gjitha trojet e bukura shqiptare, nga emigrantët e vegjël që jetojnë jashtë atë dheut, në të gjithë Evropën, në Amerikë, në Kanada, në Australi, kudo që janë. Dhe ne jemi për to, sot që në këtë emision të bukur, Të do themi flasim gjëra të bukura, do për një flasim temë për shumë gjëra shumë të bukur interesante. dhe për një temë shumë interesante. Ashtu, Do të si që kemi patjetër. thënë, që është Çdo tema herë kemi nga një temë, çdo herë kemi nga një temë shumë interesante. Herës kaluar filluam me miqësinë, të dashur miq. Dhe kur miqësia humbet, atëherë ne jemi të vetëm. Ashtu sikurse do të thotë të jesh i vetëm nëse të mungojnë edhe shumë element të tjerë. Sa e rëndësishme është sidomos familja. Të vegjlit e mi. Nën po Teresa teta ka Moza, një shprehje. teta Moza, teta Moza, teta Moza, teta Moza. Ka një zhurmë. Të të bëj pyetje, ke zogja ty që Cicerin? Ja ta dëgjojmë një çik. Ka një gjë që nuk shkon këtu, po Teta Muza shkon edhe në pyll dhe me siguri ka edhe zogj. Ja një sekond të kërkojmë. Kontrollova. Po kjo është janë zhurmat e pyllit për rreth. Ne po e zhvillojmë emisionin në zëmër të pyllit. Xhaxhisandri, dëgjoj. Unë kam zgjedhur sot që të sjell për të gjithë bashkëdhetarët e vegjël. E dëgjove ti këngën në fillim, Zemrat flasin shqip. Po si se dëgjova më? Ajo është një tekst që unë e kam krijuar enkas për emisionin tonë. Edhe pastaj e kam muzikuar se po thon tani që inteligjenca artificiale po ta përdorësh mirë, ajo bën mrekullira. Dhe shikoje sa bukur e ka bërë sfondin tonë. Imagjino se ç'a bën inteligjenca natyrale pastaj. Inteligjenca natyrale bën këtë që të sillim në memorien tonë çfarë ka thënë mendja jonë nën Tereza për temën që kemi zgjedhur ne. Të dashur miq, tema që ne sot kemi përzgjedhur dhe do të sillim materialet ilustrative do të jetë paqja. Dhe nën Terezia thotë, paqen nëse ti e kërkon, shko në shtëpinë tënde dhe gjeje në familjen tënde. Prandaj dua që të prezantojmë familjen për të gjithë bashkëdhetarët e vegjël që kanë vështirësi të thonë si i thohet mamit, babit, kush është familja, si është e përbërë ajo, si thua, ta ndjekim njerë, pastaj kthehemi dhe diskutojmë. Është e shkurtër fare, vetëm pak durim. Dakor, se fëmijët mërziten pastaj. Po. Të dashur fëmijë, mirë se erdhët në kanalin Zëri i Ëndrës. Le të njohim së bashku familjen time. Dashuria më e madhe në botë. Mami. Oh, heroi im. Babi. Shpirti im. Motra. Jeta ime. Vëllai. Prehri i ngrohtë. Gjyshja. Përqafimi më i dashur. Gjyshi. Mami i dytë. Tezja. Ledhatimi i përhershëm. Halla.
Oh, shoku im më i mirë, Daja. Xhaja, Xhaxhai, miku i zemrës. Pjesë e familjes sime, Kushëriri. Kushërira. Ata çka i besoj çdo sekret. A nuk ishin personifikuar kaq bukur edhe epitetet për secilin prej tyre? Si mendon Xhaxhisandri? Unë mendoj këtë që fëminia jonë, ndoshta ajo që të gjithë thonë se nuk ka qenë e bukur, nuk ka qenë e larmishme për hir të sistemeve të gjërave, por kishte një unitet familjar. Dhe ne jemi rritur në një obor. Për shembull, në shtëpinë time, të moza, jetonte gjyshja, 3 xhaxhallar, Kaq shumë? me nipa, dhe kishim një obor të madh, dhe kishim një pus. Ishte pusi që kishte ujin më të ftohtë në gjithë lagjen. Dhe kishim edhe një pikë. Të gjithë aty mbushnin ujë tek pusi jonë. Sa bukur. Kishim edhe një mam të madh përpara shtëpisë. Plot me mana. Jo, i kishte të bardhë dhe i bënte shumë të gjatë ato mamat, dhe ishte gjyshi me një karrige dhe me shkopin e tij dhe me një kapel që pshtete atje. E ruante mamin mos ta hanin kalamajat. Ai nuk e ruante mamin, por kur kalonin kalamajat i thonin: "Mund të shkundësh mamin, por prit se të ndihmojnë fëmijët e mi." Dhe dilte xhaxhai dhe dilja unë dhe shkundnim mamin, dhe di se çfarë vinim. E ke parasysh ato rrjetat e vogla të peshkatarëve? Jo. Ne kishim një rrjet të madh të peshkatarësh, me ashtu kuadrate të vogla. Dhe mbusheshin plot me mana. Edhe nga që mani ishte jashtëzakonisht shumë i madh, ishte shumë i madh, si madh. Atëherë, në një dek hipte djali xhaxhait timin, në një tjetër e madh, në një tjetër unë, në një tjetër djalë xhaxhait, dhe pastaj ai me mana. Edhe i madh i shkullë Sa bukur. Dhe hanë të gjithë lagja. E di qa më kujtove ti mua tani? Ti mua më kujtove që fëmiria është e pasur kur mbesin kujtime në të. Dhe ti shiko sa shumë kujtime që ke mbledhur në zemrën të. Kjo është njëra nga kujtimet, pastaj ka të tjera që do i themi pastaj në emisionet e tjera. Çdo herë do kujtojmë diçka. Jo. Fëmijët duhet të jenë të durueshëm, sepse ne gjërat do i themi, por do i lëmë. Do i lëmë edhe pajtërën disa, që ato pastaj mezi ta presin të shtunën tjetër dhe thonë, tani, dhe të moza, unë dua të di si vazhdon ajo. Historia, ajo historia ti. Okej? Kështu e kemi ndërtuar. Për shembull, kjo që the ti më zbulove një surprizë ti mua tani, sepse unë kam gjetur një fëmijë, një vajzë 10 vjeçare, e cila quhet Amelia. Si quhet? Amelia. Amelia. Okej, sa emër i bukur. Amelia jeton në Gjermani. Ajo ka lindur atje, por ajo e flet kaq bukur gjuhën shqipe. Dhe Amelia, babajnë e Amelias, unë e takova rastësisht në Shqipëri dhe i dhurova një libërtimin. Ami, dhe Truncaku Gushver. Ne kuptova. A çfarë jeti të ta moza, Dëgjoj deri në fund. Ajo Amelia më ka bërë një surprizë mua. Edhe emisionit dhe të gjithë fëmijëve anë mban botës. Ajo ka zgjedhur një porrall ta lexoj, po e di sa bukur që e lexon gjuhën shqipe ajo. Dhe e ka lënë në mes, ose ka nisur një pjesë dhe në çdo emision do ta vazhdoj.
Dhe Amelia na mësoi neve një sekret. E dini cili është një sekreti? Që neve pas pak do të kalojmë nga historia e Amelias në një histori të një libri. Unë e njoh këtë libër, unë e kam lexuar këtë libër. Është i vjetër ky libri dhe quhet 4 fëmijët dhe Pogi i padukshëm. Po kush është ky Pogi? Çfarë është ky Pogi? Nuk është fëmijë, është diçka, një shok i fëmijëve që i shoqëron ata, por nuk do ta zbulojmë këtë. Ne do ta lexojmë pjesë pas pjese, ashtu siç do bëja. Teta Moza, unë e di se kush e ka shkruar atë libër. Kush e ka shkruar? Mos na zbulo të tëra. Jo, po unë e di. Është këtu sipër, e lexon dot. Është Xhaxhi i fëmijëve. Jo ai Xhaxhi, është ai Xhaxhi tjetër. Kush është? Ai poeti ynë i madh. Ai që quhet Rodolf Marku. Ai që ka shkruar ndoshta librin më të bukur për fëmijë që është shkruar sot. Interesante kjo që sapo na thekën. Këtë ne do ta shohim pastaj. Të dashur për herë të parë në çdo emision mendoj, do të lexohet ky libër dhe do të lexohen shumë libra pjesë pas pjesësh. Se e di. Që ne fëmirin edhe tonën të prindërve tuaj, por edhe fëmirin tuaj gjithashtu, dhe pse jo t'i krahasojmë fëmirit me njëra tjetrën. Shko, ai libri ka një gjë të veçantë. Çfarë ka? Edhe pse quhet roman, në çdo kapitull ka nga një histori të veçantë. Që ne ndoshta nuk e zbulojmë komplet. Jo. Sa pastaj Kështu ka bërë edhe Amelia. Shikoj Amelia sa e zgjuar është treguar Amelia. Dëgjoj. Mezi po pres. Përshëndetje, unë jam Amelia Tusha, jam 10 vjeçe dhe jetoj në Gjermani dhe i bashkohem emisionit tuaj. Përshëndetje, përshëndes bashkëpunëtarët e mi. Anë mban në emision Zemrat flasin shqip, me përhallen dhe Purusha bukur dhe dhelpra dinake. Marrë nga libri Ami Tedi dhe Tumcaku Bushveri. Një herë e një kohë na jeton të farë pranë monopatit që zbriste Neli Qen, një leporush që kishte ardhur nga pylli fqin. Ishte shumë e bukur dhe kujdesje shumë për prastëtinë e saj. Kafshët çuditeshin se ishte vetme. Të gjithë ishin kurioze të dinin se ajo s'kishte miq e shok, por ishte e vetmuar. Çdo ditë dilte Markudinës dhe krishte pushin e saj të parë, pa asnjë njollë në të. Këtë ishte pikasur dhe partizar, që sigurisht nuk i shpëtonte asgjë nga zona e kontrollit të saj. Ajo pasi merr të rrezë të parë herët në maj të Kutrinës, zbriste me vull për në shkollë dhe po me furi largohej pa qëndruar me asnjë. Çta kishte bërë leporushin të gjithë të rinjtë e pashoqëruar? Sa mirë për mua, e kam me të lehtë, mendoi dhelpra dhe u fshi të dëgjonte ç'po thote një mëngjes që kishte dalë në detyrin e Purusha jon delikate. O që dielli bukur sot, dita e duhur për të shititur. Uf, dhe kjo shkolla, si s'di të mbaroj kur. Në vend që të shijoj këtë diell, me duhet të mbyllëm brenda mureve të saj e të duroj mësuese mjellmen që vetëm flet. Sa e ëshmen që bëhet, si se kupton njëherë që kur ka diell e kohë të bukur, mësimin të paktën ta bëje jashtë. Vazhdimi në emisionin e rallës. E dëgjove Xhaxhi Sandri, Amelia ka lindur në Gjermani, por ajo e lexon shumë bukur gjuhën shqipe, sepse si tham në erës tjetër, ne duhet t'i ruajmë. Bravo Amelia. Duhet t'i ruajmë. Amelia na ka premtuar që do të vi her pas here në emision me leximin, sepse ne kemi hapur, të dashur fëmijë, ne kemi hapur një rubrikë të re në këtë emision, që quhet Këndi i leximit. Secili prej jush mund të sjellë një lexim të shkurtër dhe ne do ta shfaqim që të shpërndahet ani mban botës, sepse ky është emisioni që përqafohet nga zemrat që flasin shqip. Dhe unë jam e sigurt që Amelia nuk është e vetme,
që ka dhe mike dhe miq, që ka dhe shok dhe shoqe, që atë librin do ja kaloj dorë më dorë, dhe ato të tjerët, shok dhe miq të saj, do dërgojnë diçka nga ato çka kanë lexuar dhe çka kanë pëlqyer nga autorja e madhe e prallëve, Teta Moza. Teta Moza. Gjisandri, unë të thash në fillim që ne kemi zgjedhur një temë që ka të bëjë me të drejtat themelore të njeriut, që është paqja. Dhe paqja është objekti i temës sonë. Unë jam përpiqur që këtë krizë të madhe që po vuan bota, këtë nevojë të madhe të ekzistencës së njerëzve, të mëdhenjve dhe të rriturve, njëkohësisht edhe të krizës së madhe që po përjeton natyra duke humbur paqen e saj përmes shkatërimeve dhe të gjitha dëmeve të ekosistemit ekologjike që po i bëjmë neve natyrës dhe botës në tërësi, ndjeshmëria ime ka ardhur në këtë formë. Sidomos rritja e temperaturave, mbrojtja globale, do t'i trajtojmë ne të gjitha këto, Gjasandri, do t'i trajtojmë, madje vetë fëmijët që do t'i trajtojmë. Dakor, më mirë fëmijët, sepse unë e tin, ja këpusim kot, nuk di ma si gjë nga këto gjëra, dakor? Ose fëmijët në përshkolla bëjnë shumë aktivitete, do që të shofësh një aktiviteti. Teta Teuta Sadiku, është animatore dhe njëkohësisht shkrimtare për fëmijë të vegjël. Ajo merret me fëmijët e vegjël fare të kopshteve dhe të shkollave fillore të klasave të para, të dyta, dhe bën kuklash, bën edhe aktivitete sa herë janë të lidhura sidomos me natyrën apo me pranverën, dhe kam disa video, pasazhe të vogla videosh të shkurtra që unë i kam bashkuar, dhe kopshti, grupi i dytë i kopshtit nëpërmet i sjell këto momente për të gjithë bashkëdhetarët. Aty janë të gjitha punime dore. Teta Teuta, për shembull, i ka bërë me dorë, i ka ngjyrosur bashkë me fëmijët, fluturën, diellin, lulet, barin, çdo gjë të bukur. Ja shikojeni sa e bukur, sa e bukur. Tani dëgjoj. Vazhdo Troj.
E shikon, unë vetëm disa pjesë kisha marrë, po sa shumë që më kishte dërguar ti Tateuta. Dëgjë. Dhe thushte Tateutës, ka thënë Xhaxhi Sandri, unë dua të njoh atë djaloshin aty, ishte një buçko, një buçko me kostum të zi. Sa i bukur ishte. Po të gjithë fëmijët ishin të bukur, të gjithë ishin. Unë kam përshtypjen që i ati ti bën raki të mirë. Ti Xhaxhi Sandri ne jemi të emisioni fëmijëve. Ç'a na përmend tani? Po mirë të shise, po ne xhaxhat ç'a do bëjmë? Xhaxhi Sandri, ty të pëlqeu dielli ty? Unë do të bëj diell ty. Ja, shikoja. Ku sheh paqja? Të gjithë janë të shqetësuar, edhe fëmijët, edhe natyra. Hej, përshëndetje fëmijë, përshëndetje edhe një herë. Po në fakt sot kam një lajm shumë serioz. Paqja është dukur. Aja. Po, nuk gjendet gjëkundi. Dhe pa të, ju e dini që gjithçka bëhet rëmuj, bëhet e zymt. Si thoni, ta kërkojmë së bashku? Si thoni? Unë për vete jam një qike rritur edhe ti Xhaxhi Sandri, se ne të rriturit e humbasim shpejt paqen, se nervozohemi shumë, po si kur t'ua kërkojmë këtë fëmijëve, unë them më mirë që t'ja kërkojmë fëmijëve, ata dinë se si ta sjellin paqen mes nesh. Patjetër. Tani ka dalë dielli. Dielli ka dalë sepse jam unë dielli. Duhet kisha pasur një palë syze, po Xhaxhi me ato syzet, a i Xhaxhi dielli me ato syzet, si kur para nuk shikon mirë dhe do të tregoj qërat. Unë jam dielli, hap mi rrugën, po vjen ky ylli spektaklit. Ndërsa unë jam reja. Që qanë ti reja? Sa vap, këtu. Po ky dielli nuk pushon asnjëherë, nuk merr leje ky ndonjëherë të shkoj me pushime. Jo. Nasi. Unë punoj. Ti vetëm rri dhe të njohin të gjithë. Sidomos fëmijët. Ata të vizatojnë, të japin ca forma të çuditshme që as ti vetë nuk e di se kush jema. Kurse mua, njësoj me bën një rrumullak të madh, me ca antena dhe me ca të kuqen portokalli nga brenda. Kur të pije kështu me forma, që nuk dihet se ç'a je. Pse mburresh kaq shumë? Si theti që unë bëj shi, po unë bëj shi artistik, more, po ku merr vesh ti, more, për vëllak. Ty s'të duron një. Pa shi artistik, e qa do të thot shi artistik ti? Unë bëj forma dhe bie në forma të ndryshme. Herë bie shi litar, herë bie shi me kokra të mëdha që quhet breshër, herë bie shi që në mes të gushtit, e ke parti shi unë që fillon në mes të gushtit. Martojnë në gjithër. Pam për njerë. Martojnë në Romët. Kur është? Xhaxhi Sandri, ti më duket se urdhe me ca arra në dorë tani. Ku i le ato arra? Kush i ka ato? Se ti mendon që nuk i pas kam ato arrat në dorë, e? O bo. Ti tani e ke trushi toto. E diellin kuelëm. E Xhaxhi diellin kuelam, ne? Xhaxhi dielli iku në punë të vetë, sepse ne rrugës nuk kemi kur takuam ke trushin toto. Ai ke trushin toto ishte miku im, që më dha topin erës kaluar, harrove ti? Kush je? Tani këtu do më tregoni ka njeri që shpërndan arra, apo duhet të bëjmë kështu, fjalë kotit. Mua më thanë që ka një pemë shekullore diku këtu afër, që nuk pushon kurrë së prodhuari arra. Dhe unë e gjeta një. Hop. Dhe po e hap. Ti do të dish se ku ndodhet. Aha. Shiko, se më duket se nuk po më nje mua.
Serës ti të më prezantove, më the jam Leporushe Lela, hajde t'jap topin, hajde të bëjmë i kesh. Po akoma nuk e rritur ti maj. Po unë nuk e dia më mbajnë mund kalamajt. Ti vërtet më Pa- dhe një tënde. Tani, nuk ishe ti ajo që kishe frikë të bëje mitësira, që kishe frikë Po të ti më rrimë të... nxore frikën. Më nxore frikën, më dhe miqësinë tënde. Unë tani erdha të bëhem shoqe me ty, ti hanarra. Gjithë pylli po kërkon paqen, kurse ti kërkon pemën shekullore që t'hash arra. O to. Ne Do dhe ti. paqen. Do dhe ti. Ti po e kërkon... Juarat e tua, tani. Tani ti, për një javë, nuk u rrite fare, me Lela? E vogël nga... Jo, unë jam rritur, po ti nuk je fare serioz. Të gjithë njerëzit kërkojnë paqen, ti kërkon pemën shekullore. Sepse unë, pa ushqim dhe sidomos, pa të preferuar të mi arrat, nuk gjej do të paqe, as veten madje. Wow. Kuptove ti? Ti që nke i çuditshëm fare njerë. Ashtu jam, Krenati, ashtu jam. Unë po iki të kërkoj paqen bashkë me ata që e kanë humbur. Ti me që kërcem nga pema në pemë, hajde pasaj. Hajde, të ndalu aty ku ta gjej unë paqen. Se ti dashke gati gjërat më duket. Tani më vure në seder, o voglushe, që n'ke rritur i qikti, të paska dalë dhe frika dhe turpi ty. Po. Ti voglushe. Ec për para ec. Ec unë të vi nga pas. Po hava një dy arra unë. Aj ti kesh, mbandi e miri me vete ti kesh rrugës. Sepse ti e di këtu janë ato arrat që unë i kam rritur, janë këtu. Aj, se kemi miri me vete, se kemi rrugë të madhe për para. Prit se nuk më kujtohet se që ishe duke thënë. Nuk i thash gjë asaj unë, po mora vesh që këto kohët e fundit është bërë pak e vështirë për të gjetur atë paqen, se pas ka humbur disa herë. Ka një të keqe se kur humbet ajo dhe pemet zhvishen, dhe bën vetëm timër. Ndaj, po vi pas te Lela. Hej, kalamaja, kush po më thërret, kush po zihet, ç'është kjo rëmuj, Qa po ndodh, më thoni? Ej, dalo pak se mi fluturove të gjitha mendimet mi fluturove. Sa shpejt që i prirë gjërat. Pritani, vazhgo dhe dhe të kuptosh edhe vetë. Unë jam era, unë nuk di të ndale. E ke dëgjuar si fryu? E ke dëgjuar atë shprehjen që thonë, po fryn veriu? Po, kur thonë, po fryn një puhize, e hol, po astaj thonë, një flat i letë, edhe unë në fakt, erdha me zhurmë, se erdha me nxitim, po ti nuk merr ke vesh more. Pse nxiton gjithmonë ti, Po doja të shikoja çfarë kishte ndodhur, more, se të gjithë po lëviznin se kishte humbur paqja, më tha. Është lajmi i fundit. Dëgjoni këtu, kalamaja. Situata është serioze. Dielli është nxehur. Reja është nxirr nga mërzia. Ajo është çmendur dhe shkon andej e këtej duke rrëmbyer çfarë gjen përpara. Edhe toti, që do haj arra me gjithë këtë rëmuj, sikur aq ma ke shkruar kaq. Është këtu me ne, është i shqetësuar ai duke. Sikur s'është. Ai o është indiferent, o e di ku është fshehur. Paqja do luaj me ne. Po ky që është lajm i rëndësishëm duhet dëgjuar. Pa hëmur gazetar.
Në vend që të zgjatësh pak si tepër e kaq shumë. Dil në temë, çfarë kanë ngjarë? Çfarë keti Lela? Ndoshta paqja është larguar Toto. E di pse se neve bëm shumë fjalë bashkë çfarë, edhe ajo nuk do që ne të zihemi, ajo nuk do as ofendime, as dhunë, as si son të mëdhet, as bullizëm, as paknajsira, as mos mirënjohje, as gjë që ka të bëj me prishjen e lumturisë në fëmijë dhe kudo. O Lela. Po nuk është se bëm ndonjë gjë që të largoj. Ne e duam njëri tjetrin. Unë javën që kaloj të thash hajde të bëjmë miqësira. Të bëra mike, të prezentova me miqtëri, luajta me ty, e tani po bëj bile dhe humor, të cil pak në gzim. Ç'të bëj më shumë? Unë mendoj se ajo se ka me ne, por me ato të rriturit, ato që nuk dëgjojnë. E pra, Ne jemi gjithmonë për paqen me njëri tjetër. Edhe kur zihemi, pajtohemi shpejt, e themi e ziliqar, por e ndihmojmë njëri tjetër. ne pajtohemi shumë. E në Direktisht pastaj, të pajtohemi? ja, Ja anuar. U pajtua. por pastaj, në kur pajtohemi, i shikon këto gishtat? Këto janë të gjitha mënyrat se si ne të krijojmë atë paqen o qetësinë. Por duhen edhe këto gishtat e tjera. Ja për shembull, afroj ti ato gishtat aty, ja ti afroj edhe unë, ja ti bashkojnë të dyja bashkë. Shtrëngoj fort, sepse ne jemi mësuar që të shtrëngohemi fort pas njëri tjetrit. Dhe po të vi dikush të na ndaj të na tërheq, nuk tërhiqet. Mjafton që të gjithë ne të jemi të bashkuar me njëri tjetrin. Po, Sepse ko doli ndonjë ziliqar, kështu, ose tradhtar, ose ndonjë i pakënaqur, hop, Toto, dëgjo, edhe Skënderbeu kështu bëri me tufën e atyre shufrave. Të kujtohet si i tha ushtarëve, një nga një thyen të gjitha, kurse kur i lën së bashku, ato nuk thyen. Edhe ne të bashkuar. se ishin rrethu pra thanet ato, që Megjithatë, nuk puten sikur namit bëhet. dëgjo. Megjithatë, unë kam një besim që ku ka fëmijë ka paqe. Edhe mbase paqja e ngatron një çik rrugën, i bie nga rrugët e tjera, por nuk harron të kthehet kur, sepse si theti, paqja është gjithmonë në mes të fëmijëve. Ajo fillon me një buzëqeshje, me një fjalë të ngrohtë, dhe ne këtë nuk jam ndalojmë njëri tjetrit. Ne ja japim gjithmonë njëri tjetrit paqen, dorën, përqafimin, zemrën, dashurinë, apo jo? Po teta mosa po Lela, po që të dushti, por ne nuk jemi vetëm ato që bëjmë humorin, ato që tregojnë ato, por ne jemi edhe prindër, ne jemi do bëhemi edhe gjysha pa tjetër, edhe gjërat duhet i themi edhe pak ashtu si që janë me të vërtetë. Sepse ta të gjë paqja, ç'a do të thuash ti? Janë mbi 500 milion fëmijë në botë që vuajnë për atë paqen e shkretë, për urinë, për ujin, për ilaçet, për vaksinën. Dhe këto nuk është se kanë lindur të pafat. Ato gjetën pafatësinë e tyre aty ku lindën. Sepse këto të mëdhejt. Dhe paqja, kështu tha Xhaxhi Sandri, shikoj si thotë. Ka ardhur, se ti nuk është që ka ardhur paqja para se të kalojmë atje. Shikoj si thot ajo,
ti më the mua që parë që jam e sigur se nëse Paqja do ta dëgjoj këtë bisedë që ne bëm bashkë për thuprat, për duart, për dashurinë, për qesh, për gjitha këto, ajo do të vi. Dhe ja ku u shfaq. Dhe shiko çfarë thot. Unë nuk jam zhdukur. Thjesht largohem. Kur ka zhurmë? Grindje dhe ego. Dhe shikoj dielli, shiko çfarë thot dielli tani, sepse dielli është një element i paqes, si thot. Pra thot, unë do vazhdoj të jem një yll, ashtu si unë burra në fillim. Edhe unë reja, edhe unë pak dramatike, pak dramatike, po. Po hera? Pak e vrullshme kështu, herë qetë, herë trazovaçe. Pse të ndryshoj? Mos të ndryshoj. Bota është e larmishme. Atëherë, Paqja do thonte që unë jam dielli, jam era, jam reja, jam gjithë fëmijët, jam qetësia, jam kultura, jam edukata, jam buzëqeshja, jam mirësjellja. Jam shiu, për i shiu i butë që vetëm njom dhe nuk lag. Por, do ju lë veç disa porosi, thot ajo. Flisni me radhë, dëgjoni njëri tjetër. Dhe qeshni dhe gjithmonë qeshni sa më shumë. Këtë të fundit, unë thët, e bëj shumë mirë, thët Toti. Do të hejke të roshit Toti. Pra, pse s'thua që do e zëvendësoj unë ose ta bëj ligjin unë? Po si. Dhe në këtë mënyrë, të dashur miq tanë të vegjël dhe ju të rritër që jeni bashkë ulur në një kënd, në një qoshe të dashur të ndjekjes së këtij emisioni, mbajeni zemrën në dorë, se Paqja u kthye sërish mes nesh, të paktën në emisionin ton ka bërë vend, sepse të gjithë mësuam diçka shumë të rëndësishme, që Paqja fillon dhe me një buzëqeshje. Por ajo çka është edhe më rëndësishme, është se Paqja fillon nga ne. Të dashur fëmijë, të dashur voglusha dhe të dashur të gjithë. Toto, unë dëgjova, mendova se do të kishte mbaruar me një grusht me arra, se ti aty e fillove, me arrat e fillove dhe mendova se do e mbaroje me grushtin me arra. Se vetëm kaq të projteni, se i ndava tek ato fëmijat e tjerë, tek kalamajat. Por tani Gjasandri do ju lexoj diçka që nuk është shumë e bukur, por do ju lër pak edhe në mendime. Dhe vetëm ju të vezlit. Një këngëtar advëtari joni në festivalin e fundit të Sanremos ka shkruar një këngë jashtëzakonisht shumë të bukur dhe shumë të dhimbshme, që unë ju a kam sjell në shqip. Ajo kënga titullohet Stella Stellina. Ne kemi quajtur Yll i vogël. Okej? Si do ta lexojmë ne këtë, Gjasandri, si do ta lexojmë? Kur të ndaloj unë do vazhdosh ti. Nuk ka rëndësi se si do e lexojmë. Rëndësi ka fëmijë që atë që thamë pak më përpara, që jo të gjithë e kanë fatin ton të mirë, të jetojnë në liri, të jetojnë në një demokraci të hapur, të jetojnë sa më të lumtur, të shkojnë në shkollë, të mos u mungoj buka, të mos u mungoj uji, të mos u mungojnë dritat, veshja, ilaçet, lodrat. Dhe pse them lodrat? Sepse diku në Gaza, që nuk është shumë larg nesh, është larg në qoftë se ne do jemi indiferent të ishte larg, por e është aty tek ne.
një prill gjen një kukull. Është një kukull që ka një emër, por që e gjen në disa rënoja, që i ka rënë nga dora një fëmijë të vogël, një vajzë të vogël, që e kanë vrarë. Janë gjurmët e mbetura pas lufte, nga bombardimet e ndryshme që edhe aktualisht po marrin jetë të pafajshmish. Yll i vogël. Nata po afrohet. Nuk mjafton një lutje për të mos menduar më për të. Nga kodra pritet pranvera, po nuk është ajo që ishte. Ti nuk je më këtu. Kam gjetur kukullën tënde. Mu duk sikur të shija sërish. Ishe kaq e vogël. E shtrëngoje deri në mbrëmje. Ka kaluar një përjetësi apo vetëm një orë që kur një qiell, një re ngrihet nga shtëpia jote, nga shtëpia ime. Yll i vogël. Nata po afrohet. Nuk mjafton një lutje për të mos menduar më për të. Nga kodra pritet pranvera, por nuk është më ajo që ishte. Ti nuk je më këtu. Kam provuar ta shqyej zemrën time, sepse pa të nuk vdiset. Po pa ta frika në atë qast të mos ndjej më asgjë. Kam menduar dhe të iki, nga një tokë që nuk na do. Por nuk di ku të shkoj, mes mureve dhe detit nuk mund të qëndroj. Yll i vogël. Nata po afrohet. Nuk mjafton një lutje për të mos menduar për të. Nga kodra pritet pranvera, por nuk është ajo që ishte. Ti nuk je më këtu. Lule në një oborr me gur përreth, si flutrat ke jetuar një ditë. Bie askujt, melodie një kënge, e njerëzve që të deshën shumë. Vajza ime, nata është e zezë. Zëmrimi dhe lutje nuk mjaftojnë më, nga koda do të vijë një pranverë, në erën e mbrëmjes do jesh edhe ti. Yll i vogël. Nata po afrohet. Nuk mjafton një lutje për të mos menduar më për të. Nga kodrat do vijë një pranverë, në erën e mbrëmjes do jesh edhe ti. Nuk të kam harruar. Pres kthimin tënd. Si flutrat ke jetuar vetëm një ditë. Yll i vogël. Nata po afrohet. Nuk mjafton një lutje për të mos menduar më për të. Ermal Meta, faleminderit që e ke shkruar. Xhaxhisandri, ne që jemi prindër e kuptojmë se çdo të thotë ky moment kaq i vështirë, por i kërkoj ndjes të gjithë fëmijëve për lotët tona dhe për ndjeshmërinë që përcjell e kësaj kënge të Ermal Metës që na ka bërë kaq krenar me prezencën e tij artistike dhe jo vetëm. Ndjekim kënga e paqes dhe rikthehemi pas pak. Një dritë qëllim në zemrën tone. Paqja është një dritë e ndezur, brenda zemrës ka folen, herë si diele, herë si hënë, ngrihet lart e na ndrisoj.
çdo hap në çdo fjalë. Hajde bashkë ta mbajmë gjallë si një ëndër pa ndalë. Paqja është një buzëqeshje, një dorë ngrohtë që të afron. Është kur zemra flet me zemrën dhe askush s'mbetet vetëm kur. Paqja zëri që bashkon çdo zemër sot. Dorë për dorë ngrihemi lart si një botë palot. S'ka nevojë të bërtas, flet me heshtje, flet me dritë. Rritet brenda meje teje, na bën bashk në çdo ditë. Paqja zëri, noi fuqishëm, që bashkon çdo zemër kotet lot. Dorë të dorë ngrihemi lart si një botë palot. Iku im, hajde, paqja zëri. Këndërtojmë paqen sot. Dorë për dorë ngrihemi lart si një botë palot. Hi, përshëndetje dhe njerë. Pas kësaj kënge u rikthyem në emocionet tona të vërteta. Sepse e tillë është bota, e tillë është jeta, të tillë janë fëmijët, janë gjithë ngjyra, është gjithë ylberi ndjesor brenda, por jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit që e kanë brenda Peter Panin, të rriturit si Xhaxhi Sandri, si Teta Moza, që bëjnë gjithçka për të sjellë paqen, dashurinë, harmoninë dhe lumturinë në sytë e fëmijëve dhe jo vetëm, por në çdo emision edhe të rriturve që ata bëjnë vazhdimisht çdo ditë të mërkur. Një emision i cili do të sjellë dhe problematikat e letërsisë së fëmijëve shumë shpejt. Do të flasim për personazhe të cilët kanë kontribuar dikur në letërsinë shqipe dhe tashmë janë kthyer në zëra të harruar. Ne do t'i ripërtërim Xhaxhi Sandri, do t'i risjellim dhe do ta sjellim fuqishëm domosdoshmërinë e ringjalljes së letërsisë për fëmijë. Xhaxhi Por me Sandri, që jemi tek ringjallja dhe me që minutat tona vrapojnë si pa kuptuar, më ketë se ajo Lela e i Toti që vrapojnë, atëherë unë mendoj që ka ardhur momenti që ne të lexojmë disa rreshta nga ky roman që ju folëm që në fillim. 4 fëmijët dhe Pogi i padukshëm. Është një roman të dashur fëmijë që është redaktuar nga një gazetare dhe moderatore e hershme që quhet Zerina Kuke dhe me një zë të mrekullueshëm dhe piktor Besnik Trungu, sepse librat aso kohe bëheshin me piktura origjinale dhe nuk bëheshin me fotografi. Pra ishte një staf i tërë që organizohej për të gëzuar në fund në dalje të botimit të librit dhe shumë fëmijë që prisnin me padurim që t'i lexonin. Dhe i kalonim librat, e mban mend Xhaxhi Sandri, si i kalonim librat dorë pas dore, rinin gjithë natën për t'i lexuar, që të nesërmen unë t'ja jepja shokut, t'ja jepja këtij Totit që të lexonte nesër. Edhe Toti, që e nesërme është tani, për lehtësi leximit do e filloj ai dhe pastaj do e vazhdosh ti Teta Moza deri kur ta quash të nevojshme ti lësh fëmijët në suspans. Ti të logjiksh. Prit, Atëherë. si të vëm një çik muzikë, sepse neve, Xhaxhi Nardi, na e ka bërë këtë platformën që të flasi, të qeshi, të këndoj, të zhurmoj, të bëj muzikë për fëmijë, të bëj gjithçka të bukur. Ja të vëm një muzikë. Faleminderit Xhaxhi Nardi, faleminderit që jemi ne. Kreu i parë, ku tregohet se si Egi njihet me një qen të vogël për të cilin
askush deri atë kohë nuk e dinte se I pëlqente të quhej Pogi. Dhe vërtet, përpara se të njihesha me Egin, Qeni Pog nuk ishte Qeni Pog, ose të paktën deri atë kohë askush nuk e dinte se I quhej a nuk quhej kështu Pog. Dhe askush nuk ishte provuar të thërriste me ndonjë emër të veçantë. Ai ishte thjesht një qen I vogël në ngjyrë të kaftë, me ca sy të frikësuar, që herë I ngrinte dhe herë I ulte. Egi po kthehej nga shkolla si çdo ditë. Dhe sa po mori rrugën që dredhon përmes sheshit të rrethuar nga pallatet me tulla të kuqe, ndjeu se dikush pas kurrizit ja kishte ngulur syt dhe nuk ja shqiste. Ishte çuditshme aftësia që kishte Egi për të ndjerë vështrimin e të tjerëve. Për shembull, në shkollë, në puqimin e madh, kur ishte duke luajtur me shokët në obor dhe kur loja papritur ndalej, ai e kuptonte për një herë Dhe papar. që edhe papar pa kthyer kurrizin nga mbrapa, secili nga mësuesit ishte shfaqur befas. Në qoftë se në shtëpinë, në vendin mes shpatullave, ai do ndjente një sëmbim gozhde, kjo do të thoshte se disa metra më tej ndodhej as më shumë, as më pak, vetë mësuesi matematikës, të cilin Erioni një herë kishte quajtur, e di se e kishte quajtur, profesor Shkumsi. Profesor Shkumsi. Nga që ashtu I holl edhe I tharë si që ishte me një bluzë të bardhë nga ato të mjekëve, ai vërtet ngjante me një shkumës të madh që ecte, dhe që fëmijët ja kishin frikën shumë. Shpimin e gjëmbaqit në kurriz, Egi e lidhe edhe mësuesen e muzikës, që kishte një zë, Sa dashje pa dashje, të ka të frikë se mos ndonjë ditë, duke kënduar, Majës së gjilpërës së Egit, I kujtonte mësuesen e ekonomisë, e cila vërtet u bënte mësim atyre vajzave, por ama, I natin janë nxirrte gjithmonë djemve ajo. Kurse këtë radhë te kthehej nga shkolla, Egi vetëm ndjeu se dikush disa metra më tej ja kishte ngulur syt dhe nuk ja shqiste. U përpoq të përcaktonte se cili nga shokët ishte. Erioni, Drini Erforti. dhe Erfort. Duke ditur aftësinë që Egi, dhe për t'i gjetur me saktësi njerëzit që kishte pas kurrizit, vetëm e vetë nga vështrimi I tyre, disa herë ndryshoheshin e maskoheshin aq shumë sa Egi në fillim hutohej dhe në vend të Drinit mund të kujtonte se pas shpinës së tij që Erioni. Ky ishte vërtet njëri nga rrengjet më zbavitse që I punon shokët. Pikërisht në kthesën ku ai sot ishte qëndruar I hutuar, duke u përpjekur të gjente se kush duhej të ishte atje. Erionit zakonisht I pëlqente të maskohej si plak. Një herë kishte veshur gjaketën e gjyshit, e cila I binte deri te gjunjët, dhe me bastun në dorë, Erforti e kishte ajuar një palë mustaqe, kishte shndruar disa hapa larg pas shpinës së Egit. Egi kishte mbajtur këmbët duke I bindur se pas kurrizit të tij po kalonte një plak. Pastaj kishte vazhduar të ecte derisa te shkallët ishte ndaluar përsëri Erforti, shndërruar
Në një kanotiere? Që të kalon të plaku I panjohur. Erforti, që ishte të mjeshtër I maskimit, ishte shndërruar në një lloj Tarzani, more. Tarzani. Verë dhe mund të dilte me pantallona të shkurtra dhe pa kanotiere. Dhe Erdi, siç e kishte pranuar më vonë, pas kurrizit të tij kishte ndjerë një përzierje zhurmash ku mund të shquaje edhe për shfërimat e fletëve, të pemëve, ulërima tigrash, përqeshje majmunësh. E çuditshme. Shpjeguar më vonë Egi, por për një çast më duk se isha vërtet në xhungël. Egi, ndërkohë, Drini, që kishte imituar mësuesen e muzikës, e kishte e kishte bërë Egin dashje pa dashje të këndonte një këngë më vete. Unë ecja, u tregonte shokëve Pol ditën e nesërme, e dëgjoja hapat e mësuesit të muzikës. Afër mund që Drini kish veshur një palë këpucë me takë. Dhe në vend të thërritja, pa e kuptuar, fillova të këndoja. Është vërtet, për tu habitur, zëri mu bëj hom. Qihom, pa pata frikse, më këputej. Kurse sot Egit ishte mbushur mendja top, se fjala nuk që as për ndonjë marifet të Erfortit e as të shokëve. Shtrimi vinte poshtë. Dhe po të qevë shtrim njeriu I cili ja kishte mbullur sytë, kush e di për çfarë arsye do të qerrësuar dhe vazhdonte të qëndronte shtrirë. Dhe siç dihet, nga të gjithë, një njeri I rrëzuar dihet që ka gjithmonë dëshirë të ngrihet në këmbë. Dikush duhet ta ndihmojë që t'i japi dorën, ta ngrejë. Ky mendim e bëri Egin t'i hiqte dorë nga vendimi I tij. Ai që e betuar që kur të mos shikonte prapa pa e përcaktuar me saktësi që më parë se kush ishte njeriu që e vështronte nga prapa, me këmbgulje të madhe në kurriz. Dhe për herë të parë, ktheu kokën. Në fillim nuk pas kënd. Ishte I bindur që kush vazhdonte të shikonte me këmbgulje. Uroi në një çast filloi të ecte përsëri. Nuk kishte bërë 10 pra, ku ndiu prapë vështrimin, që nuk e përcaktonte dot se I kujt ishte ky vështrim. Që një lloj loje si mbyllur azi, kur tjetrit ja dëgjon zërin, por nuk ishte. U kthye për herë të dytë në qoshen më të largët, pa një qenë të vogël, me vesh të ulur si ombrella, të mbyllura, dhe me sy të friksuar. Vetëm tani e kuptoi përse vështrimi vinte nga poshtë. Asnjë njeri nuk ishte rrëzuar dhe askush nuk I kërkonte ndihmë. Kështu të paktën ju duk në fillim. Ai desh të kthehej, të vazhdonte rrugën, por se ç'ishte diçka që e mbante të përthyer në vend. Ktheu kokën për të tretën herë. Kësaj here, jo vetëm kokën, por bashkë me trupin. Si sa të bëm për herës tjetër çfarë ndodhi? Sepse ky po më kuriozon edhe mu, krejt bukur. Unë them ta lejmë për herës tjetër, apo do që ta vazhdojmë? Ke dëshirë? Jo. Unë them jo. Është kulminante. Ti vëri shenjën aty ku e kemi lënë, edhe pastaj e shënoj tani këtu. Ja. Shënoje? Por bëra një gabim, Sandri bëra një gabim. Librat nuk shënohen. Dakor. Tani ne do bëjmë ashtu, një si tip konkursit vogël. Një pyetësor. Cili nga fëmijët javën tjetër do na shkruaj dhe do na thoj
ku e ka lënë teta Moza tregimin për gjysëm, sepse duam të shikojmë sa në kanë ndjekur dhe sa të vëmendshëm janë. Mirë ke të mirë, po a do ta kenë vëmendjen ata se ku e mbajnë shënim të dashur fëmijë, ai këtë radhë nuk u kthye vetëm me kohë, por u kthye me të gjithë trupin. Aty e kemi lënë. Okej? Dhe çfarë do të ndodhi? Do e gjejmë dhe do e zbulojmë javën tjetër. Mjafton që jeni me ne. Shumë sot. Po, në fund të fundit, përse mos të kënaqesh kur flitet për paqen, kur flitet që fëmia 70 din ta flasin bukur dhe ta mbajnë gjallë gjuhën shqipe, kur gjejmë fëmijë të vegjël të cilët bashkë me talentin e edukatoreve dhe animatoreve të tyre din të imitojnë pranverën pa e dëmtuar atë, por përçojnë mesazhe për ta mbrojtur atë, ku ka më bukur, e kemi arritur pastaj misionin e qëllimin e këtij emisioni. Një përqafim të madh të gjithë fëmijëve kudo që ndodhen dhe paqja qoftë me ju ndjekt në çdo hap dhe në çdo vit të jetës tuaj dhe qofshi gjithmonë të lumtur. Dhe ne miropafshim javën tjetër. Të na ndiqni ditën e shtunë në orën 16:00 e kemi lënë kaq herët në mënyrë që ju, kur jeni duke pushuar në shtëpi, ta ndiqni këtë emision, po ashtu edhe shqiptarët e vegjël të diasporës mund ta ndjekin lehtësisht në atë orar, përkon ora me orën e tyre që ato gjenden në shtëpi diku rreth orës 10 ose 11 të paraditës. E ku do na ndjekin teta Moza? Janë zgjuar në mëngjes me dëshirën dhe me pasionin për t'i thënë mirë mëngjes familjes së tyre dhe na thonë mirë mëngjes dhe mua dhe ty dhe Xhaxhisandri dhe gjithë bashkëmoshatarëve të tyre. Ata mund ta ndjekin në radion Window, mund ta ndjekin në platformën Window, mund ta ndjekin në YouTube, ta ndjekin drejt për drejt në radion Window në orën 16:00, ju mjafton vetëm të keni interes dhe dëshirë. Dhe pse jo, të na shkruani çfarë tematikash ju kërkoni që unë dhe Xhaxhisandri t'i sjellim me krijimtarinë tonë dhe jo vetëm, dhe në formën e interpretimit dhe të humorit, sepse qëllimi jonë është t'u edukojmë përmes argëtimit dhe përmes dashurisë për humorin. Humori të dashur fëmijë është ai çelësi që ju bën dominant në shoqëri, të pranueshëm dhe të bukur në karakter. Deri atëherë, miropafshim të gjithëve. Miru takofshim. Koha erdhi të vemi, miru takofshim përsëri. Historitë dhe lojërat tona s'kan kur mbarim. Sonte në ëndra me vetë do t'i marim, derisa t'i zgjojmë sërish së bashku një ditë. Me Mozën dhe Sandrin sotu dhe tua, në botëra magjike kur e shtar u zhytëm me fjalë të bukura dhe plot
tu